Kushtet e punës, ato janë sipas legislacionit. Po si mund të thush janë pa kalamaj? Po janë pa kalamaj sepse janë persona që bëjnë imigracion me këtë merren gjithjetën. Po më shok më. Me këtë pastaj kuptojnë që në duhen, thjesht na duhen për momentin. Pra, do me thonë tregun e punës të emigrantëve të huaj, po e deformon interesi i sipërmarrësve shqiptar. Sepse po mundohen t'i bien shkurt kësaj. Kjo nuk është rrugë e shkurtër. Po. Kjo është rrugë e gjatë. Vitin tjetër do të hy thika më në palë, vitin tjetër do ulë rasin ta. Duhet marrësh një punojës për 10 vjet. Vitin tjetër do ulë rasin, se s'po e kuptojnë akoma. 15 vjet, nuk mund ta marrësh një punojës 3 vit ky mos bëj kalamaj. Mos preki as i gjë. Kush thot mos më bë kalamaj më bu. Po një sekondë ti tani oferi ta bëj kalamaj tu ne s'kemi vend në kopsh për vete. Po jo, shikoj, duhet ta kuptoni. Tani do bëjmë kopsh për këtë? Duhet ta kuptoni. Tani që të kuptoj edhe unë, se unë se kuptoj këtë gjë. Vinë me kontrata 1 vjeçare. Kjo është diçka e re për gjithë. Jo, se mund ta bëj dhe kontratën 2 vjeçare ato, po nuk e bën ti gati. Po kush i tha gjë mos më ashtu? Jo, se duhet ja marrësh shtëpinë për 2 vjet dhe ti s'ja merr. Po pse po e marr për 2 vjetun? Po pse mos ja marrësh, përse do investosh ka i punëtor që ai t'japi për ty. Pse shkon me mentalitetin, dëgjoj, e di çka nuk pranoj diçka këtu supermarketit, se shkoni me mentalitetin që tha Olti me të drejtë, sot për nesër. Nëse do t'investosh ke fuqia punëtore, do investosh sot për një kohë gjatë. Po patjetër. Që ai të jetë i lidhur. Tani ti ke edhe frikën tjetër që ai punëtor të ikën. Dhe unë ta kuptoj këtë frikë se të ka ikur. Po kam frikë edhe shqiptari me çelidhe ka. Jo, të ka ikur ai, edhe kur ja ke paguar të ka ikur. Po patjetër. Po ky është matrapazlliku i agjensive. E di çfarë bëjnë agjensit? Që ta thotë Ornela, aty se e kam studiuar shumë mirë këtë punë. Agjensit ta sjellin ty punëtorin? Ta lën 3 muaj ty, ja çojnë sipërmarrësi tjetër. Të marrin lek ty, i marrin edhe sipërmarrësi tjetër lek. Kjo është paftyrësia e tyre, kupton? Ka edhe derra. Në gjithë të rëmusat. Jo, ka derra tani, jo. Unë po them, unë njoh agjensi. Jo, duke mos qenë të qartë, ato çka doni, kështu keq do orientoheni. Shiko, unë njoh agjensi që kanë sjellë me mira, dhe po të them vetëm qytetin e Shkodrës, në sektorin e fasonerive, janë gati çdo biznes ka të huaj. Dhe ka nga të biznese, që i kanë fillu me filipinezët, janë këthy, kanë tash nga Myanmari, janë vajza perfekte, kanë marru 2 vjeçare e parë dhe duan të rikthehen, kanë shku në shtëpi, i kanë pagu biletën, kanë shku në shtëpi në Myanmar që s'kushton pak, janë këthy duan me bëjë 2 vjet tjera. Mi ma ato nuk do rin beqare gjithë jetën në burë. Po se unë shkam halli beqare, ku do të bëjnë çfarë dojnë më vonë. Do kush të bëj ta gjejmë më burrin kush ta gjë. Duhet mund ta gjej edhe burrin shqiptar. Po ndoshta ka burrin atje vëlla, s'ka marrë njëri me zor shoku. Mirë, pra është parë thash duhet qasje pak më plot, se nuk mund të qasja 1 vit 2 vjet. Jemi në një trajektore me Oltin, po themi që nuk e keni të qartë kërkesën. Ndoshta nuk arrit akoma thikan palës që t'ju dhëmbi, që të kuptoni ku mos ketë fare dhe shqiptarë. Unë e thash që në fillim, nuk me kuptove. Unë kërkoj si biznes, në këtë problematikë të madhe që kemi, unë kërkoj t'i frenoj kostot. Si frenoj kostot? Po si frenon? Po i sekot pra ma leta bëjë fjalin. E para automatizimi, e dyta një mënyrë e mirë është këto punëtorë, që në shtëpitë e tyre e kanë pagen $50, vinë këtu marrin 7-8 herë më shumë. Bëj një kontratë. Jo, se nuk marrin kaq të Myanmar tani, mund të marrë Egjipti kaq tani, po s'merr Myanmari kaq tani. Ti kërkon edhe punëtor të kualifikuar. Sa merr Myanmari? Po merr Myanmari 300-400 i merr. Jo, s'merr 300 jasë, nuk marrin atë. Jo. Nuk vinë ato, le se kemi marrë lëvizje. Me fjalë, Maneta përfundoi. Duhet të kishim më plot informacionin këtu në këtë fushë.